Fillojmë 6 minutin e ati që u kualifikua i treti si finalist, Gjesti Gazi. Atëre, unë që në fillim kam thënë Gjesti, Rozana, Gerta. Po. Do më thënë, për Rozanën e bëra përshkrimi tim si që ndjej, po se dy fjalë do thëmë, unë do thoja që lojtarë i këti bigu, si që është Rozana, është dhe Gjesti. Do më thënë, janë lojtarë të këti bigu. Kur kanë bërë krahasime me dikë tjetër, kam thënë jo, ai është i gjitha korave, kur ka qenë për Luizin. Dhe i qëndroj kësaj. Por në këtë Big Brother ka dinamika të jashtëzakonshme, pa diskutim, të gjitha pozitive negative kanë qenë të gjitha dinamika. Bigun, siç e analizoj unë, bigu do dinamika nuk është vendi i kulturës dhe artit, po është vendi ku njeriu do tregojë natyrën e vet dhe se si me dhe gjitha ngjyrat. Po, dhe gjitha ngjyrat. Dhe në këtë mes, prandaj them është lojtari bigut, sepse... Po artisti nuk e ç'bën dot nga njeriu. Thuaj tige jotja. Unë nuk e analizoj dot Laerdin se çka ka bërë në Greqi. Unë do e analizoj për këtë që bëhet tu. Atëherë, ta them fjalën. Mes, do më thënë, po të jenë këta të dy në fund, në pod, le ta fitoj kush të doj, për mua kjo është ideja, këta janë dy lojtarët e bigut, Rozana dhe Gjesti. Jonid? I bashkojmë Gazit në një pjesë të mendimeve, që në fillim të hyrjes së Gjestit në shtëpi ndryshuan komplet dinamikat, ka pasur pafund dinamika të cilat kanë shkaktuar jo pak debate edhe brenda shtëpisë, po edhe jashtë shtëpisë, në çdo studio televizive ka qenë një ndër emrat kryesor për cilin flitej. Ka duruar, do me thënë ka përballuar situata të vështira, ka përballuar... Edhe ka ngacmuar të gjitha. Ka ngacmuar pa fund, por ngacmimet e të gjitha ka ngacmuar, sepse loja e tij ka qenë e bazuar pikërisht te kjo, dhe është një lojë të cilën ai nuk e fsheu asnjëherë. Pra ka qenë i hapur që në fillim që loja ime është kjo, unë do ngacmoj, ka shkuar deri në kufi të limitit, deri në limite, edhe kjo me sa duket e ka favorizuar për t'i dhënë atij këtë pjesën e vizibilitetit, jo vetëm në rrjet, të krijoj një fanbase goxha të madh edhe pëlqyeshmëri në publik. Artion? Atëherë Gjesti, pikë së pari unë dua të them që mendoj se është i vetmi rast në histori, mendoj unë që mund t'i ketë vlejtur padituria dhe papjekuria. E para, dhe e dyta mendoj se shpulla e Jozit dhe ulja e Jozit ishte ngritja për në podin final që mund të rrezikojë dhe fitoren. Kaq kisha. Mardiol? Do ta nis kjo, bashkojmë këtu me tek të dyja apo tek kjo pjesë, tek kjo pjesë, tek shpulla e Jozit, patjetër që e katapultoi në mënyrë të menjëhershme. Ne kemi empati në sociale, po kemi dhe hares kolektive, kështu që jemi kontroversal me njëri tjetrin. Është afat shkurtër finalja, prandaj mendoj se do i vlej empatia. Gjesti, pse të bazohemi vetëm tek inteligjenca dhe njohuria, që janë për të vlerësuar patjetër se është një punë e mira vjeçare e njerëzimit për të arritur këtu ku jemi sot. Por ne kemi lindur dhe nga padituria. Kështu që tek e fundit fare, njeriu duhet dhënë mundësia që të bëhet më i mençur, më i ditur dhe më i vetëpërmbajtshëm në jetë. Dhe kjo vlen për ne si popull dhe si kulturë të mos e paragjykojmë. Se për ta gjykuar pastaj veprimet ja gjykojmë kollaj. Kjo është diçka tjetër. Narrativa e tij ka qenë ajo e cila nuk ka fshehur asnjë hije apo asnjë drithije të vetes së tij fëminore, të shkujdesur, ngacmues dhe të çuarjes, sikundër thatë Jonida, deri në limit të individit. Se është mirë apo se është keq, kjo përderisa është përkrahur dhe është pëlqyer, do të thotë që gjithkush brenda nesh ka dëshirë ta ngacmojë tjetrin, po nuk na lën këto normat sociale, morali, normat zakonore, normat ligjore. Kështu që varet edhe nga natyra. Varet edhe nga natyra, duke qenë se kam qenë të evitoj. Prandaj pse të mos japim mundësinë atij njeriu të ngrihet ashtu si kundër ngriti imazhin e tij nga hiçi dhe është një artist i ri, të vazhdojë edhe më tej. Se dëgjoj fjalën loj. Në fakt do doja që t'i vej një emër tjetër,
të quajmë sjellje të posaçme brenda rrethanave të një shtëpie me kamera. Brenda rrethanave të caktuara. Në rrethana të caktuara. Kështu që ajo nuk është një lojë, është një sjellje e posaçme. Prokurorinë e posaçme. Është një sjellje veçanërisht që i takon atyre rrethanave. Dhe gjesti ishte kur hyri në shtëpi, le të themi, ishte flamurtari i kësaj sjellje të posaçme në ato rrethana. Dhe të gjithë momentin që hyri tha more, ç'është u bë ky, domethënë si mundet që një kalamon me stres të bëj kështu gjërash. Po ja që kjo rezultoi që ato e çoi që të ishte i dashur për publikun dhe që të fitonte edhe zemrat e shumë kujt, sigurisht ka fituar edhe kundërshtit e tjerëve, po që është sot tu si një djalë me stres dhe i dashur për publikun. Kemi dhe 30 sekonda për gjestin. Do të shtosh diçka, Gazi? Po, do thoja edhe këtë që një gjë që do i thosha bravo ishte suporti që i bëri ngjarjes si ndodhi, që Biles dhe justifikojnë në një moment po, ai me akulpën e ka të vetëm. Një sekond, me Eglin, sepse i tha ishte provokimi im shumë i fortë që ndodhi ngjarja dhe s'kishte faj Jozi. Kjo gjë e inteligjenta, kjo gjë pra ai ka bërë aty, pra si ja punova. Kjo gjë e ngre, nuk e ul, e ngre si lojtar dhe kjo gjë unë e pash se jemi dhe djemë, jemi meshkuj, nuk jemi aq, do më thëmë, për ta gjykuar një gjë kaq lartësisht, do më thënë edhe kështu. Ai e suportoi shumë bukur dhe për këtë pjesë do thosha bravo i qoftë që nuk e parë që Gjesi nuk e përdori diçka shumë fort siç i përdor zakonisht si lojtar që është që thot me atë bukurinë letrare që e thot Orsi dhe